Përshëndetje të dashur nxënës, jemi me platformën e-klasa të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Unë jam Sledin Abdulli dhe ju jeni me lëndën e edukimit qytetar. Tema e ditës së sotme të cilën duam ta zhvilloj për ju është pra zgjedhjet dhe proceset demokratike në shoqëri. Si qëllimet e orës mësimore janë që nxënësi të sqarojë demokracinë si procedurë, mënyrë të menduarit dhe të veprimit, të kuptoj lidhjen mes zgjedhjeve dhe proceseve demokratike në shoqëri dhe të diskutojmë pse është e rëndësishme pra pjesëmarrja në zgjedhje dhe si është kjo e ndërlidhur me legitimitetin e pushtetit. Çfarë është pra demokracia? Fillimisht pra, ta kuptojmë demokracinë duhet ndarë pra fjala demokraci në mes, edhe atë nëse e shohim pra përbëhet prej dy fjalëve greke, pra demos pra ose demos pra popull, edhe kratos ose kracia pra sundim. Dhe nëse i lidhim të dyja bashkë pra kemi të bëjmë me sundim të popullit. Pra demokracia në thelbin e saj në kupton pra nxënës të sunduarit e popullit apo fuqia, pushteti pra në duar të popullit. Dhe pyetja për ju nxënës në këtë slajd të parë është pra çfarë u bën ndërmend kur e dëgjoni fjalën demokraci? A keni ndëgjuar ndonjëherë? Ku e keni ndëgjuar? Si e keni ndëgjuar? Çfarë ju bën ndërmend kur e dëgjoni fjalën demokraci në fillim? Qoftë në konotacion pozitiv ose negativ, pra ndalni videon këtu e bëni pauzë, merrni shënime, bëni përgjigjen e juaj edhe pastaj ma dërgoni mua. Aktivitet për diskutim. Nëse demokracia përkufizohet si sundim i popullit, a do thotë kjo se sundon pra i tërë populli? Dhe çfarë do të thotë kjo në fakt? Si merren vendimet në një shoqëri, pra në nivel shtetëror, lokal, në shkollën tonë, kudo? Pra, sqaroni përmes shembullit sa janë demokratike mënyrat në të cilën merren vendimet për shembull edhe në shkollën tonë. A keni vetuar ndonjëherë gjatë vendimarrjes në shkollën tuaj ose në shkollën tonë? Pra, përshkruani se si është zhvilluar procesi, sa konsideroni se përfaqësuesit e zgjedhur kanë përfaqësuar ose përfaqësojnë pra interesat, nevojat tuaja brenda shkollës. A keni pasur ndonjëherë problem në shkollë? Ku ju drejtuat për që ta zgjidhni pra problemin? Dhe a është zgjidhur problemi në fjalë? A janë nxënësit në shkollën tuaj të barabartë me njëri tjetrin? A ekzistojnë dallime mes nxënësve? Dhe a kanë pra të gjithë nxënësit të drejta të barabarta? Të gjitha këto pyetje i elaboroni edhe pastaj përgjigjet i nxjerrni në fletore që më vonë të mund t'i dërgoni tek mësimdhënësit e juaj. Demokracia pra në thelbin e saj është sundim, është formë pra sundimin në të cilin pushteti demokratik duhet të rezultojë pra nga qytetarët, pra të dalë nga qytetarët dhe të zbatohet vetëm për interesat e përbashkëta të qytetarëve. Pra është një sistem, pra është një formë e sundimit nga populli për popullin. Nëse ndajmë pra nxënës demokracinë, edhe ajo vetë pra ndahet, sepse normalisht fazat e zhvillimit të saj janë që nga antika e këndej, që nga dita e para ajo nuk ka ngel në njëjtë si çdo proces tjetër, është qetërsuar, ka ndryshuar dhe është zhvilluar me kalimin e kohës. Andaj demokracia mund të ndahet në demokraci të drejtë për drejtë dhe në demokraci pra përfaqësuese, me që sundimi i të gjithë popullit pra në kuptimin tekstual të fjalës është vështirë i realizueshëm. Sundimi bashkëkohor demokratik realizohet përmes zgjedhjes së përfaqësuesve të qytetarëve në pushtet. E quajtur pra si demokraci përfaqësuese. Pra, nëse në antik, nëse për shembull në Athinën e lashtë, njerëzit mund të tuboheshin në një vend dhe të zgjidhshin hallet, problemet e vendit, sot për shembull në një shtet si Maqedonia me 2 milion banor është e pamundur për në një vend të mblidhet i gjithë populli. Edhe prandaj pra demokracia të cilën kemi sot është demokraci e përfaqësuar, ku njerëzit zgjedhin përfaqësuesit e tyre, të cilët pra do t'i përfaqësojnë në institucione. Demokracia përfaqësuese paraqet ushtrimin e pushtetit përmes përfaqësuesve të zgjedhur nga qytetarët, të cilët shprehin pra
mendimin dhe vullnetin e tyre në zgjedhje të mbajtura demokratike, me çast përfaqësuesit e zgjedhur në emër të tyre dhe në përputhje me kushtetutën dhe ligjet, pra ushtrojnë pushtetin. Demokracia është formë e sundimit pra të drejtë dhe të mirë që ofron liri të barabartë dhe mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët. Pra, një lloj barazie e garantuar për të gjithë, e cila normalisht duhet zhvilluar, duhet punuar që të zhvillohet, pra edhe të përforcohet edhe më tej. Pra, demokracia e përfaqësuar edhe tani demokracia e drejtë për drejtë. Krahas demokracisë përfaqësuese ekziston edhe demokracia e drejtë për drejtë, pra direkte, që karakterizohet me atë që gjatë ushtrimit të pushtetit nuk ka përfaqësues të zgjedhur, por secili qytetar vendos pra në mënyrë të drejtë për drejtë për një çështje të caktuar. Pra, janë mbledhur njerëzit në një vend të caktuar edhe kanë shpalosur ideat dhe problemet e tyre në mënyrë të drejtë për drejtë. Prandaj quhet pra demokraci e drejtë për drejtë. Sot forma më e lartë e demokracisë së drejtë për drejtë pra nxënës është referendumi. Përmes referendumit qytetarët japin mendimin e tyre për një çështje të caktuar ose marrin vendim pra të caktuar. Në referendum qytetarët e shprehin mendimin e tyre duke votuar pra për ose kundër. Pra, votohet për ose kundër në një referendum për një çështje të caktuar. Pra, ngritet pyetja, dilema, problemi I cili tangon qytetarët, edhe përgjigja, është me nëse jemi pro, pra për të bërë ndryshim ose kundër pra ndryshimit. Nëse mund ta marrim Brexitin e famshëm në Britani tani, për ose kundër që ishte referendumin në Maqedoni të fundit, edhe referendumet tjera, të cilat zhvillohen mund të dhe në shkollë, për shembull të ngritet një problematikë e caktuar, një ndryshim ose të sillet në risi në shkollë, edhe për shembull të bëhet një referendum brenda shkollës ku nxënësit partiesin pra mendimet e tyre, vizionin e tyre me përgjigje, do të thënë nëse janë për ose kundër, do të thënë një ndryshimi ose një risie të caktuar. Në shtetin tonë, ku vendi pra shpall referendum në nivel shtetëror me iniciativë personale ose me propozim pra me nënshkrime të së paku pra 150.000 njerëzve apo qytetarëve. Shembulli I demokracisë drejt për drejt. Grekët pra në Greqinë antike në Athinë kanë vendosur njërën prej formave të para të demokracisë. Pra, demokracia e drejtë për drejtë paraqet sundim personal nga ana e njerëzve. Të gjithë vendimet e rëndësishme janë marrë në votim para kuvendit popullor që kanë përbërë pra të gjithë burrat e moshës së rritur, qytetarët që kanë qenë edhe qytetarë të Athinës. Pra, demokracia e drejtë për drejtë e Athinës, një kohë të gjatë është konsideruar si lloj ideal I demokracisë, me që ka kërkuar pra nivel të lartë të pjesëmarrjes së të gjithë qytetarëve në pushtet. E juaj është zënës që ta bëni pauzë videon dhe të tregoni se çfarë mendoni, cila është ana e mirë e këtij lloji të demokracisë. Në çfarë kritikash do të haste kjo praktik nëse e shikojmë nga perspektiva e ditëve të sotme, dhe kush në fakt I ka marrë vendimet në këtë demokraci dhe cilët qytetarë kanë qenë të përjashtuar. Për shembull, këtu përmendet se dikund pra kanë kuvendi popullor që kanë përbërë pra të gjithë burrat e moshës së rritur. Do thonë të gjithë burrat e moshës së rritur. Shtrohet dilema ose pyetja ku janë do thonë mendimet e shtresave tjera të shoqërisë së asaj kohe dhe sot për shembull se si do dukeshte kjo lloj demokracisë. E juaja është të bëni pauzë videon I nxjerrni pra përgjigjet në fletore dhe pastaj të mi dërgoni. Zgjedhjet, njëra prej vlerave themelore në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, pra janë zgjedhjet e lira dhe demokratike. Zgjedhjet pra u mundsojnë qytetarëve të votojnë dhe të vendosin për të ardhmen e tyre. Qytetarët votojnë për të zgjedhur përfaqësues në nivelet e ndryshme të pushtetit dhe qytetarët besojnë se me zgjedhjen e një partie të caktuar politike ose politikani do të ndikojnë në mënyrën në të cilën pushteti ndikon në drejtimin në të cilën do të zhvillohet shteti. Pra, zgjedhjet pra janë një proces, do kisha thënë procesi shenjtë kur të arrini pra nxënës moshën për të votuar, duhet ta kuptoni se zgjedhjet janë
një proces shumë i rëndësishëm për vendin edhe për proceset pozitive në shtet. Prandaj gjithmonë duhet pasur kujdes në mënyrën pra se si votojmë, në mënyrën se si zgjedhim. Këtë bindje pra duhet ta kemi të lirë, të pandikuar nga askush edhe të votojmë do thënë për njerëzit e duhur, dhe të ecin proceset do thënë gjithmonë në të kemi pra atë kahjen e duhur. Vota duhet të jetë, pra si duhet të jetë vota? Secili qytetar ka të drejtë të votojë sipas bindjes së tij të lirë në zgjedhje. Me çast e drejta e zgjedhësit pra duhet të jetë e drejtë për drejtë. Secili qytetar jep votën e tij pra drejt për drejt, jo përmes ndërmjetësuesit, dhe e drejta e votës nuk mund të bartet nga njëri te një qytetar tjetër. Pra, nuk do thonë të drejtën e votës e kemi ne, edhe ne duhet të ushtrojmë atë të drejtë. Të pandikuar nga askush edhe askujt nuk mund t'ja japim atë të drejtë. Pra, nëse na duam të votojmë për një proces në shkollë, atëherë vetëm ne jemi pra një njeri, një votë. Pra, nuk mund t'i japim një shokut bankës ose shokut shkollës të drejtën tonë për të votuar në emër tonë. Pra, kjo duhet të jetë e drejtë për drejtë, e barabartë. Vota e çdo qytetari pra vlerësohet në mënyrë të barabartë. Pra, vota e çdo nxënësi gjatë zgjedhjes së kryetarit të klasës pra vlerësohet në mënyrë të barabartë. E fshet, pra garantohet fshehtësia gjatë votimit. Askush nuk ka të drejtë të di për kë keni votuar. As që keni obligim të tregoni dikujt për zgjedhjen që keni bërë. Pra nëse në shkollë zgjedhet kryetari i klasës, edhe kemi 2-3 kandidat, ne votojmë për njërin pa u treguar askujt se për kë kemi votuar pra në klasë. E përgjithshme pra duhet të jetë vota të gjithë ata që kanë plotësuar kushtet për të pasur të drejtën e zgjedhjes e kanë atë pa e marrë parasysh pra gjinin, moshën, racën, nacionalitetin, besimin fetar, statusin social dhe shoqëror etc. Njerëzit që i zgjedhim të jenë përfaqësuesit tanë kandidojnë në zgjedhje të cilat pra i votojmë. Pra, siç thash më herët, nëse në klasë ose në shkollë pra bëjmë një lloj zgjedhje ose kemi pra zgjedhje votime, atëherë për shembull nuk do ishte drejt nëse do kishim vendosur për shembull ose dikush do kishte vendosur që të votojmë vetëm djemt dhe vajzat mos kenë të drejtë votës, ose për shembull nëse nxënës të nacionalitetit të caktuar ose të religionit të caktuar për shembull, ose të ndaheshin në të varfër dhe të pasur, edhe kështu pra të humbeshte pra kuptimi i zgjedhjeve dhe pra ato më nuk do të ishin të përgjithshme. Pluralizmi. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut u garanton qytetarëve pra lirinë e bashkimit për shkak të realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe interesave politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe të tjera. Pluralizmi ose diversiteti, dallimi, ndryshimi paraqet pra supozimin themelor për zhvillimin e demokracisë bashkëkohore. Pluralizmi politik, shumëllojshmëria politike, pra manifestohet përmes formave të ndryshme, në parti politike, lëvizje politike, shoqata të qytetarëve, grupe të tjera jo formale të qytetarëve. Pra, grupimi në organizata, në shoqata, në parti politike, në grupe tjera jo formale, në iniciativa qytetare është e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe çdo njeri i cili ka aftësi dhe ka mundësi për të organizuar në dobi të vendit, në dobi të qytetarëve të vendit, pra është i lejuar ta bëjë këtë. Partitë politike janë pra forma themelore e organizimit politik të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Partia politike mund të përkufizohet si organizate përhershme politike e bashkëmendimtarëve, njerëzve të cilët kanë ide të njëjta, të cilët në mënyrë demokratike pra luftojnë që të marrin pushtetin në të gjitha nivelet. Gjithsesi pra, partitë politike janë grupe organizuar për marrjen e pushtetit politik përmes zgjedhjeve. Pra, to janë partitë politike, janë grupe interesi, janë bashkëmendimtar, njerëz të cilët kanë ide dhe mendime të njëjta, dhe të cilët pra janë grupuar për të organizuar me qëllim pra marrjen e pushtetit në të gjitha nivelet. Pasi arrim pra moshën 18 vjeçare, kemi edhe të drejtën e votës. Aktivitetet për reflektim. Pra, gjatë kësaj
që lexuam, që pam, për të cilën unë fola, pra çfarë ishte e paqartë nxënës edhe shënoni, edhe çfarë ju la përshtypje, pra edhe atë e shënoni. Pra secili nxënës shënon në fushën e parë për mbajtje që i ka lënë pra përshtypje gjatë orës, dhe në fushën, në fushën e dytë, pra atë që ka qenë e paqartë, edhe ku nxënësit do t'i kompletojnë pra të gjitha fushat, ose edhe këtu janë për shembull 3 opsione, 3 mundësi, ju mund 4, 5, 6 edhe kështu me radhë, edhe pastaj mi dërgoni përsëri mua për t'i parë, edhe për t'i analizuar, edhe për t'i do thënë për t'u dhënë, për t'i kompletuar, edhe që për ju të jenë nxënës më të qarta. Shpresoj se isha i qartë edhe gjatë kësaj ore, edhe ju faleminderit shumë për dëgjimin. Shihemi dhe dëgjohemi në videot në leksionet e ardhshme.